Një rast i rënd ndodhi mbrëm në Kaçanek, ku pas disa të shtënave me armë zjarri humbi jetën rreshtiri Muhamet Lika. Lika ishte edhe pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i cili kontributin e tij e vazhdoi me krijimin e policisë së Kosovës pas luftës. Sipas të dhënave apo informatave të fundit, ai ishte afër shtëpisë së tij në momentin kur u vra. Pavarësisht raportimeve për arrestimin e një 18 vjeçari si i dyshuar për vrasjen e tij, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, e ka mohuar këtë. Në një deklaratë për Infokusin, Kanun Veseli ka thënë se ende nuk ka të arrestuar për rastin. Raportohet se rreshtiri Lika kishte ndërhyrë në një grabitje derisa po shkonte në shtëpi dhe u plagos rënd, ku nuk mundi të mbijetonte plagëve që mori. Raste të tilla të vrasjeve me armë zjarri janë bërë të shpeshta në Kosovë. Vetëm në fund të muajit mars u vranë 4 persona për vetëm 3 ditë. Edhe shifrat e sulmeve ndaj policisë së Kosovës janë goxha alarmante. Sipas të dhënave që Infokusi ka siguru prej policisë së Kosovës, vetëm në vitin 2024 janë sulmuar 154 policë gjatë kryerjes së detyrës së tyre, të cilët kanë marrë edhe trajtim mjekësor, ndërsa 95 të tjerë janë penguar gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ndërsa për vetëm 3 muajt e parë të vitit 2025 janë sulmuar 36 policë dhe 22 janë penguar në kryerje të detyrës. Kujtojmë se edhe 2 policë janë vrarë në veri të vendit. Në shtator të vitit 2023 ndodhi rasti i rënd ku humbi jetën rreshtiri Afrim Bunjaku, i cili dyshohet se u vra nga një grup terrorist që drejtohej nga Milan Radojqić, ndërsa 14 vite më parë në Lep Posaçëq, afër kufirit me Serbinë, u vra edhe polici Enver Zymberi.